Çunisa për në fjerar, kam manzer kush ma zbras, kam takien kush ma lan, kam fustanin kush ma than. Ky fustani grisur, mal më mal gjesdisur, ku më di e zeza grua, që mu gris fustani mua. Do zbërthej penxeret të shikoj ylberet, do t'ju prish kafazet që t'ju marr avazet, avazet e bilbilit, erën e trëndafilit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sot në Pak nga të gjitha. Do t'jemi në këtë mbrëmje të shenjtes në ekranin e Radio Televizionit të Korçës për të folur për një nga temat më të bukura, kur bëhet fjalë për këngën dhe vallën burimore, për gjithçka që buron nga populli, nuk është asnjëherë e tepërt. Vetëm pak ditë më parë në ekranin tonë është faqur një dokumentar i cili duket se ka nxjerrë diskutime të shumta. E pikërisht për këtë ne kemi të ftuar sot njerëz të cilët e duan, e studiojnë vallën Devulliçe. Kam kënaqësinë të rikthej në këtë studio artist, po edhe të sjell për herë të parë në Pak nga të gjitha studiues të cilët prej vitesh hulumtojnë, kërkojnë, nxjerrin fakte dhe të dhëna për vallën Devulliçe, po dhe ata të cilët jo vetëm e kanë mësuar vallën Devulliçe që në vogëli, në familjet e tyre, po vazhdojnë sot të trashëgojnë edhe tek brezat e rinj. Kam kënaqësinë të prezantoj zotin Petri Demiraj. Ai është hartues i dosjes së vallës Devulliçe, po aktualisht është edhe pedagog i fizikës në një prej universiteteve të Tiranës. Petrit, mirë se erdhe. Mirë se u gjejmë. Është kënaqësi që të njoh tani nga afër. Kënaqësi që kemi folur gjatë me Petritin gjithë këtë ditë për një punë e cila ka vite, e cila e ka munduar, e ka lodhur pak, po i ka dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe këtë do ta ndaj me publikun e gjerë. Kam kënaqësinë të prezantoj dhe të rikthej në këtë studio artistin ton, këngëtarin Endri Fifo. Endri, mirë se u riktheve. Sa herë që flasim për këngën dhe vallën Devulliçe jemi së bashku se kemi se çfarë të ndaj me publikun e gjerë. Është shumë kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi që për herë të parë në Pak nga të gjitha sjellim një koreograf shumë të njohur, Agron Kordallin, i cili në të njëjtën kohë është edhe kryetar i shoqatës Devulli. Agron, mirë se erdha. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se ju gjejmë në këtë emision. Faleminderit, është kënaqësi të ndajmë së bashku mendime të vlefshme dhe sidomos në një punë shumë vjeçare që ju bëni, jo vetëm me veten, por që një koreograf në mënyrë perfekte, po natyrisht duke trashëguar vallën Devulliçe edhe tek brezi i ri. Shumë faleminderit. Kënaqësi që sjell për herë të parë Sokol Çekën, edhe ai është koreograf në Qendrën Kulturore të Devullit. Sokol, mirë se erdha. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Besoj se bashkë me Agronin ju bashkëpunoni për ta përcjell vallën Devulliçe tek brezat e rinj. Sigurisht, ne përpiqemi. Jemi kolegë me Agronin dhe mbi këtë vallën ne jemi, mos them më shumë, por ka 50 vjet që jemi mbi këtë vallë. E do të flasim gjatë kësaj bisede. Petrit, pas 2 vitesh punë intensive, me një dosje voluminoze të paraqitur pranë Ministrisë së Kulturës, që vallja Devulliçe me të drejtë, për shumë arsye që do t'i themi, duhet të shpallej vlerë kombëtare, ja arriti qëllimin në vitin 2023. Dhe vetëm pas 10 ditësh, një triumf tjetër, vallja Devulliçe u shpall krye vlerë kombëtare. Sa vite ke që e studion vallën Devulliçe? Të jetosh në Devull do të thotë që të rritesh me Devulliçen. Dhe Devulliçe është e pranishme në çdo shtëpi të Devullit. Kështu që si një thesar i madh kulturor i asaj zone, ne e kemi patur gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe sidomos kur ajo përfaqësonte trevën tonë, vendin tonë në skenat e huaja dhe brenda tij. Këto suksese që do të flasim për to me radhë, se do të bëjmë një historik. Sigurisht që ne na kanë bërë më tepër ta duam këtë vallë, ta lëvrojmë dhe ta pasurojmë atë. Shkaku ishte sepse duke parë që në UNESCO ishin futur edhe elemente të tjerë të trashëgimisë kulturore, jo vetëm tonat, por unë kam parë edhe valle të huaja nga Ballkani dhe nga Europa, në gjykimin tonë tim, me një fjalë, ishte që vallja Devulliçe qëndronte më lart për atyre që shikonin në regjistrin e UNESCO-s. Për shkak të vlerave që ajo bat. Për shkak të vlerave, është një ansambël i tërë
folklorik vallja. Ansambël skena është një pasnjëshme, nuk është thjesht një valle. Dhe kështu me shokët tanë kështu vendosëm që të bëhet dosja. Kjo dosje kërkoi shumë kohë dhe mbledhëm shumë materiale, për fat të mirë Devulliçja ka shumë të tilla, asnjëherë s'ka mbaruar. Sa herë kërkojmë gjejmë të tjera materiale që i përkasin historisë së saj të kaluar. Dhe po të cilin ato ishin shumë. Dosja voluminoze dhe ne u përshëndetëm nga ministria sepse dosje e tilla asnjëherë nuk ka erdhur na tha punonjësi nga Korça është Ariana Vrazi. Dhe kështu që ajo shpall vlerë dhe kryevlerë kombëtare. Kjo ishte një festë e madhe për Devollin dhe kështu që Devulliçja më pas ishte në rrugën e UNESCO-s. Ja ta pyes pak Endrin se Petriti është vërtet nga Devolli, ka shumë vite që është larguar nga Tirana, po absolutisht nuk ka hequr kurrë dorë nga vlerat me cilat është lindur dhe është brumosur. Endri, si u ndjet ju kur valli i Devulliçe u shpall kryevlerë kombëtare? Është kënaqësia më e madhe kur diçka që ti e trashëgon e merr me vete nga para arsit dhe transmeton tek brezat e tjera, justifikohet dhe pranohet, vlerësohet nga instancat më të larta, qoftë administrative, qoftë profesionale, folklorike, siç janë komisioni që e pranon ata. Dhe në fakt më kujtohet shumë mirë që shumë vite më parë me Endri Fifon, në një tjetër format televiziv në ekranin ton, ne kemi folur për një ndër valltarët më të vjetër, por ndoshta nuk është më i vjetri, për Ali Kondin. Kemi bërë një emision të tërë, jam rikthyer sërish familjes Kondi dhe kam parë që aty datojnë vitet 1700 kur vallja Devulliçe është luajtur, flas për familjen Kondi. Kështu që e kemi pasur gjithmonë në qendër të vëmendjes për të folur për vlerat e saj. Po do t'i kthehemi edhe në familjes. Vallja Devulliçe është ADN-ja e Devullinëve, kështu që është ADN-ja, vërtet. Nëse do të njohësh një Devullinë, shoh Devulliçe nuk kthej kokën, nuk kërcej. Është unikale në të gjithë qenien shpirtërore të Devullinëve. Dua të pyes dhe të dy koreografët, Agron, si u ndjet ju kur vallja Devulliçe u shpall kryevlerë? Për herë të parë, domethënë, sepse unë kam interpretuar në shumë skena, domethënë si valltar, e më pas si koreograf, po për herë të parë domethënë kur është shpallur nga Ministria e Kulturës në vallja Devulliçe si kryevlerë e trashëgimisë kulturore jo materiale, jo vetëm që kam ndjer emocione, por do të thosha domethënë që më është mbushur trupi me më është rrëgjithur gjithë trupi. Pra emocione të veçanta. Sepse kjo kishte të bënte me sakrificën, me mundin e të gjithë Devullinëve që kanë interpretuar vallën Devulliçe në vite. Valla Devulliçe kuptohet që është një valle burrore dhe është qindra vjeçare. Qindra vjeçare. Kështu që emocionet ishin të shumta. Nuk ka datim. Sokol, ju jeni ndër brezat e rinj, jo vetëm, se tani po përgatisni edhe më të vegjëlit. Po. Edhe është shumë e bukur kur shohim foto se aq të vegjël fëmijët e luajnë dhe është një ndjesi e brendshme. Valla Devulliçe është një thesare dhe si një xhevair mbi kokë gjithë Devullinëve. Ajo tashmë është, mund të themi, trupozuar me çdo trup Devulliut. Dhe ne mundohemi që vallën Devulliçe të transmetojmë në breza në atë mënyrë që ato të jetë një vallë burimore dhe e mirëfill të Devullit. Dhe fatmirësisht tashmë edhe ajo është vlerësuar sepse e meritonte, se plus vlerave të saj koreografike që mban në vetvete, ku ati shprehet në atë valle, po të shikosh koreografia e saj është gjithë jeta e Devulliut. Mënyra se si punon Devulliu, mënyra se si jeton Devulliu, mënyra se si Devulliu trashëgon atë thesar të çmuar, dhe patjetër dhe ne bëjmë një punë jo të paktët me nxënësit në përshkolla dhe me ata që afrojnë në qendrën e kulturës. E kulturës. Bashkë me Petritin, në fakt kemi folur gjatë, kemi përgatitur një sër materialesh që do të vinë për publikun e gjerë dhe e kam ndjerë që teksa shihnim video e foto, ai përjeton të emocione shumë të forta. E do t'i ndajmë këto edhe me publikun. Do ndikim tani grupin e parë të fotove dhe do të flasim pikërisht për zbulimet e hershme, të cilat në fakt datojnë. Më të hershme nga të gjitha janë tekstet e këngëve me të cilat shoqërohej vallja, sepse në fillim nuk ka patur shoqërim instrumental. Domethënë, këto tekste vinë shumë të vjetra, janë shumë të lashta dhe janë shumë prej tyre. Ne kemi kërkuar shumë dhe do të kërkojmë ndjesë, është pikërisht certifikata e cila vërteton që edhe nga Ministria e Kulturës tashmë është shpallur kryevlerë kombëtare. Është një nga grupet e fëmijëve, nga grupet
ka shumë grupe të tilla në E Devol. vërtet, është ndër më të bukurat. Dhe këto tekste këngësh janë të gjitha të bukura, disa lidhen me përpjekje, disa me luftën, disa me daljen kaçak e maleve në kohën e turqëve me radhë, domethënë nga subjekti që ata kanë, tregojnë që është shumë e lashtë. Nuk kur flitet për armët, flitet me termat e 200 vjetëve përpara. Dhe këto tekstet, shumë për tyre bile një video e kemi të regjistruar me këngë, tregojnë që Valli e Devulliçe është 200-300 vjeçare për nga subjekti për të cilën flasim. Pastaj në fund të shekullit të 19 të fillim të 20-it, kemi edhe regjistrimet e para, luaj edhe me fyell, instrumentat e para më primitive me të cilët ka qenë fyelli që ai ishte në atë kohë. Po, shohim tani fotot në ekran dhe do t'i komentojmë për të kuptuar pikërisht se ku daton. Po. Ky është regjistrimi i parë në pllakë gramafoni. Pllakat e gramofonit, domethënë janë fillimet e kësaj pajisje regjistrimi. Domethënë që në fillim të regjistrimit në pllaka gramafoni ne kemi të regjistruar Vallin Devulliçe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga patrioti, nga Rilinda si Spiridon Ilo, që e ka dashur shumë jo vetëm Vallin Devulliçe, po disa valle të Devollit i ka regjistruar. Njëkohësisht me atë regjistrim është regjistruar edhe hymni kombëtar i Shqipërisë. Spiridon Ilo është firmëtar i pavarësisë së Vlorës. Në Vlorë ka qenë. Pra nuk është një, ajo është pllaka e parë e gramofonit. Por më pas vinë të tjera, një regjistrim, sepse ishin pllaka që prodhoheshin për shitje dhe të mbaroheshin, dhe kështu që Spiridon Ilo ka prodhuar edhe pllakën e dytë më pas, dhe vinë me radhë pastaj pllaka të tjera, të cilët Kjo që po shohim tani është e vitit 1931. Po, më pas është regjistruar e katërta, është Valli e Devulliçe regjistruar nga shoqëria e Demka dhe Hajro, pra shoqëria e Qamilit. Përsëri këto regjistrime disa në Amerikë, në Gjermani, tjetra, kjo është në Odeon në Gjermani. Domethënë kemi deri në vitet, është interesante një pllakë greke, domethënë Ionuzi me shokët Greqi, në zonat me Greqinë, kjo është Odeoni, është regjistruar në Gjermani, në përshitje po. Kjo është ajo, pra ndalemi pak greke. Ilia Karahimos që e ka gjatur, pak kuriozitet lutem, është qarkuar aty një emër. Edhe grekët këtë valle e njohin si Devulliçe. Pra aty shkruhet greqisht Devulliçe, për të kuptuar. Po të duket lexohet ajo. Pra edhe fqinjëtanë e kanë vlerësuar shumë herët këtë valle dhe e kanë quajtur Valle Devulliçe. Kanë emërtuar Devulliçe. Më pas përsëri kemi Ionuzin e Lamçes, Ionuzi me shokët është që ka regjistruar nga shtëpia nga diskografike Viktor. Edhe ky është një personalitet që i ka dhënë edhe një përmirësim, domethënë është Valli Devulliçe nga ana instrumentale. Vim përsëri në vitet 37, 1937 është Valli Devulliçe përsëri me Gërnet luan Ajdin Aslan, po, shtëpia Mire Rekord. Janë pastaj në vitet 40 nga shtëpia Ballkan përsëri kemi Ionuzi me shokët dhe Sabri Feimi luajnë përsëri Vallin Devulliçe. Janë të gjitha këto në Europë, në Amerikë, prodhoheshin për treg dhe shiteshin. Duhet të theksoj këtë se ne kemi kërkuar shumë për pllakat të tilla. Ka dhe valle të tjera shqiptare që janë në pllaka gramafoni. Është Beraçja, në fakt Beraçja e Devollit është, nuk ka të bëj emri, s'ka asnjë lidhje me Beratin, po kanë vetëm nga një regjistrim në një pllakë. Kështu siç është punuar me Devulliçe në 8 pllaka që kemi deri tani, kjo ka ndodhur vetëm me këto objekte trashëgimisë kulturore, me Vallin Devulliçe. Dhe ne për këtë jemi krenar. Këto nuk janë thjesht foto, po ju dispononi pllaka bashkë me audio. Jo të gjitha i disponojmë. Jo të gjitha. Kemi, domethënë, jo unë, po i kemi të identifikuara se ku janë. 4 prej tyre janë edhe në arkivin e shtetit. Disa i kemi prezantuar në një aktivitet që kemi bërë pak kohë përpara, po domethënë këto pllaka janë të identifikuara. Dhe jemi në procedura për të marrë 2 pllaka të tjera. Unë kam marrë 4 nga Anglia, nga një shtëpi kështu diskografike e licencuar në Angli ajo. Dhe këto që dokumenta i kemi dhe i ruajmë sepse janë të papërsëritshme. Vetëm pllaka e gramofonit nuk riprodhohet me. Dhe kushdo që të kërkojë dhe kanë kërkuar të tjerë për të paraqitur dokumente si puna jonë dhe nuk kanë gjetur me çfarë do investimi të kenë bërë, sepse nuk ka. Ato që janë prodhuar. Dhe për këtë jemi krenarë. Është pjesa historike me të cilën ne krenojmë më tepër, lashtësia e kësaj valle. Dhe për këtë duhet krenojmë jo vetëm Devollinjtë, të gjithë, por gjithë kultura shqiptare. Këtë janë identitet, ky është identitet kombëtar. Të kesh një objekt të tillë trashëgimie, siç është Valli Devulliçe, me
kaq kompleksitet artistike me të gjitha se këto i dinë mirë këta koreografët, dhe të ketë këtë sukses do të flasim edhe më pas, kjo është krenari kombëtare. Krenari do të krenojmë Devollintë, Korçarët, të gjithë shqiptarët, banorët e Gorës, të cilët e admirojnë këtë valle si Devolliçe, edhe të gjithë shqiptarët pa përjashtim. Dhe ne do ndikim tani një valle, e cila duket se është regjistruar herët, qysh në vitin 1948. Shumë interesante, me vallen Devolliçe. Valle Devolliçe, po. Më pas, ka qenë një aktivitet i madh, po për të cilin kemi intervistë aty, një koreograf i madh rus, Georgi Perkun, ka erdhur në Shqipëri dhe është mrekulluar nga vallet shqiptare në tërësi, dhe me Devolliçe në veçanti. Për këtë, më mirë të flasë profesor Ramazan Bogdani, mjeshtër i madh. Mirë. Atëherë ndjekim edhe një pjesë të intervistës mjeshtrit të madh, Ramazan Bogdani, një intervistë të cilën Petriti ka mundur ta marrë, sepse për hir të vërtetës nuk është edhe kaq e thjeshtë të marrësh prononcime në kuptimin edhe të njerëzve kaq të mëdhenj, siç është ky mjeshtër, ky koreograf, i cili absolutisht ka zhvilluar prej vite me radhë një veprimtari të jashtëzakonshme në artin koreografik të kultivuar. Është hartuesi shumë artikujve në revistat të ndryshme, po absolutisht edhe një hartuesi një numri të konsiderueshëm librash, të cilat kanë bëjnë me artin koreografik. E ndjekim. Unë si ish valltar i grupit të vogël të valleve pranë Filharmonisë Shqiptare, grup profesionist, qysh në vitet 50, Devolliçe apo vallen Devolliçe e kemi pas një nga të qenurit e repertorit të koncertit të famshëm të njohur atëhere me emrin Vëllazërimi i Popujve, me baletmaestër rus Georgi Vasiljevich Perkun dhe asistent baletmaestër Panajot Kanaçi. Unë isha shumë i ri atëherë, qoftë si mosh, qoftë si stazh profesional për sa i përket koreografisë, edhe për herë të parë e dëgjoj këtë emër. Ndërkohë, baletmaestri rus, bashkë edhe me një ish valltar i cili lundë rolin e përkthyesit dhe me një grup tjetër, kishin shkuar në disa qytete të Shqipërisë së Jugut, më konkretisht në Korçë dhe në Elbasan e Shkodër, për të marrë në një motiv popullor për premierën e ansamblit koreografik atëherë që do vesh Vëllazërimi i Popujve. Ndërmjet tjerësh kishin marrë edhe vallen Devolliçe. Dhe ajo ndaj dhe u bë pjesë e repertorit, siç e thash, të spektaklit koreografik Vëllazërimi i Popujve, që u shfaq në skenën e teatrit popullor, në atë teatr të famshëm që me keqardhje sot nuk ekziston më, u prish në mënyrë drastike, dhe ka qenë një ndër premierat që ka pas jehon të jashtëzakonshme. Dhe jehona e tij lidhet edhe me faktin se pas premierës 28 prillit 1950, nëpërmjet organizimeve shtetërore me atë spektakël, ne grupi jon kemi qenë 3 muaj dhe 1 javë në 5 shtete të ish demokracisë popullore, të Bullgari, Hungari, Romani, Çekoslovaki, Poloni, dhe kishim dhënë koncerte me shumë sukses, ku një ndër këto suksese të merituara pra e kishte edhe Devolliçe, të cilën e lunim me, në mos gabohem, 9 apo 10 tjem, ishte vetëm valle burrësh. Se sa që kohë qysh si qysh tek, ato janë tepër të lashta
dhe veçanërisht Devulliçja pra është shumë e qëndrueshme në sazet e Korçës. Sazet të cilat kanë lëvruar, kanë luajtur si në Korçë, kryesisht edhe në Tiranë, por edhe në qytete apo rrethet të tjera. Dhe si e tillë ajo, në mënyrë të veçantë për sa i përket shoqërimit muzikor, që atëherë ka pas një orkestrim popullore tepër profesioniste, Vallja ka pas një sukses shumë të madh. Ishte sipas traditës me të shtruarën dhe me kthesën, ashtu siç njihet dhe luhet edhe sot e kësaj dite. Edhe pse ka kaluar një kohë mbi 70 vjeçare, në këtë vallë atëherë, që ne kemi luajtur në premierën e vëllazërimit të popujve, drejtues të vallës kryesori, që vu nga ana e balet maestrit, ishte valltari Agron Aliaj. Dhe i dyti që e mbante ishte Xhemil Simexhiu. Dhe kam një fotografi të madhe që e kam në arkivin tim, që e vej si pjedestal të veçantë, kanë qenë edhe në rrjeshtin e valltarëve Skënder Selimi, Vilhelm Konjari, Pneumolio Papa, Met Miftiu, Fadil Voci, Sadik Batku, edhe folsi Ramazani, disej nënda pa 10 veta. Kanë qenë ndër valltarët të profesionistë që u bëm atëherë, më të konsoliduar, që luajtëm edhe një sër ose rreth 12-13 valle shqiptare dhe të popujve të tjerë. Agroni që drejtonte, që hiqte vallën, ishte nga se qysh atëherë ka qenë ndër më të mirët solist dhe më si thush, më i njohuri me një funksion të tillë dhe në shumë vallet të tjera. Ndjes pas. Kjo pra është vallja Devulliçe, e cila si njihet dhe sot, ka pas të shtruarën, pjesën e parë, ka pas edhe kthesën, qoftë muzikalisht, qoftë dhe koreografikisht. Kjo valle, për çdo formacion orkestral, një herësh për anëndërgji edhe koreografik, do të ishte ndër të parësorët për sa i përket veprimtarive artistike, amatoreske, koreografike dhe muzikore. Devulliçja ishte Devulliçja atëherë mbahej, por dhe sot e kësaj dite, si një ndër perlët e koreografisë shqiptare dhe të përgjithsisht të kulturës kombëtare shqiptare. Ajo kudo që shfaqet edhe të sot, me strukturën e saj muzikoro-koreografike, me një ndërtim solid dhe të jashtëzakonshëm, ka krijuar jehon të jashtëzakonshme. Devulliçja kryesisht shuan për sa i përket virtuozitetit në pjesën e dytë, që është kthesa e vallës, ku është hedhja ngjitja sipër e valltarit të parë, mbajtur nga valltari i dytë, edhe rënien tokë, nuk u përshtet kjo disa herë. Në rastin konkret, me këtë uljen rrëshqitëse, duke u adornuar të dy figura, njëra rrëshqitëse pranë tokës dhe tjetra ngjitëse sipër afër qiellit, krijuan një solidaritet shumë të bukur nga ana artistike, saqë ishte e papërsëritshme në figura dhe valle të tjera. Një ndër figurat kryesore që i ka luajtur këtë valle me të dyja këto figuracione në një mënyrë dinjitoze ka qenë valltari i paharruar Enver Birku. Profesor Agroni, dua të pyes pak për herë të parë kur e ke kërcyer vallën Devulliçe? Unë kam pasur fatin e mirë, domethënë, si familje, sepse aktualisht që nga stërgjyshi, gjyshi, babai, unë vetë, djali dhe nipi, rreth 6 breza kërcimtarësh të familjes tonë, e kam filluar ta mësoj vallën Devulliçe që në moshën 5 vjeç.
5 vjeç. Kush e kërcente në familje? Gjithë. Gjyshi, babai? Gjithë e kanë kërcyer, por më lideri i vallet së domethënë ka qenë babai, i cili ka marrë pjesë në shumë festivale lokale, kombëtare dhe mbarkombëtare. Ka marrë pjesë edhe në festivalin botëror në Moskë në vitin 1957, së bashku me 6 valltar nga Devolli, të cilët në interpretimin e valles Devolliçe në parku Gorki, në pranitë të 131 vendeve të botës, valja Devolliçe është vlerësuar nga juria profesionale me çmimin e dytë. Pra këta Devolli i kanë dhënë një emër të madh Devollit, dhe kur janë kthyer me këtë trofe të madhe në Shqipërinë. Sa raportoni me profesorin për mënyrën se si vallja kërcehet, ai tregovi me detaje se si fillon shtruar, pastaj ai momenti i bukur që fluturon një burr në qiell, është shumë e bukur mënyra se si e përshkruan në mënyrë të përshkallëzuar. Profesor Ramazani më ka dhënë mësim. E ka pasur domethënë në shkollë, i cili jo vetëm që ka qenë një profesionist shumë i mirë, por mjaft kërkues edhe në elemente koreografike, sidomos burimore. Pra nuk ka dashur gjithmonë që dora e koreografit të deformojë vallet, të ruaj traditën. Dhe këtë ta promovojnë në aktivitete të tjera. Jo se koreografi domethënë e prish vallen. Asnjëherë, ai e zbukuron, por duke ruajtur atë trashëgiminë e vjetër, ajo ruhet ashtu siç ka qenë. Tani nga ana domethënë e trajtimit të valles, të gjithë vallet shqiptare domethënë janë valle njëshe, domethënë një pjesë, valle dy pjesë, valle dyshe, valle rrethore dhe valle gjysmërrethi. Nëse ne do shikojmë vallet Devolliçe është dy pjesë, ashtu siç tha dhe profesor Ramazani, që pjesa e parë domethënë është moderato, fillon ngadalë të shtruar me atë shkitjen poshtë në atë, duke u mbështetur sub valltarët e tjerë, dhe pjesa e dytë që është pjesa allegro, pjesa në festive e valles, më emocionose, është e bukur ku aty domethënë spikacen elemente të veçantë, siç janë uljet në atë, ngritja e valltarit në ajër që simbolizon domethënë lapidarin artistik të kërcimit shqiptar, njëkohësisht domethënë edhe piruetat dhe rrullimet e bëjnë vallen më të bukur, më dinamike, shumë të rëndë tek gjithë ardhasit, jo vetëm Devolli, por gjithë shqiptarët, madje edhe në gjithë vendet ku është interpretuar vallja jashtë shtetit. Sokol, në gjitha këto element që përmendi me detaje profesor Agroni, fëmijët ku ndjejnë më tepër vështirësi? Vallën Devolliçe nuk është e lehtë që ta mësosh në një kohë shumë të shkurtër. Ajo vërtet do mund edhe djers, sepse vetë Devolliu edhe punën që e kryen, ajo e kryen duke djersitur. Pjesa e parë e vallës Devolliçe, apo e shtruara si themin e Devollit, përbëret nga është vetëm valle që është ndërtuar me disa figura koreografike. Nuk ka një element ku këto figure e kërcejnë valltarët. Kjo është një valle ku grupi i valltarëve kërcejnë në mënyrë të njëtrajtshme të gjitha figurat koreografike. Por çdo figurë koreografike ka një logjikë brenda valles, sepse kënga kuptohet nga shikuesi nëpërmjet fjalës, ndërsa vallja duhet të kuptohet dhe të lexohet nëpërmjet lëvizjes të këmbës, të dorës, mimikës, së fytyrës. Dhe lëvizjet e këmbëve shprehin atë çka do të thotë valltari në atë që kërcen. Dhe pjesa e parë është një çik si thua pak më e lehtë për fëmijët, se është më ngadaltë, më e shtruar dhe pak më e thjeshtë për ta punuar. Po mundojmë me fëmijë që dhe ta kuptojnë çfarë tregon ajo valle, sepse nuk është e rastësishme ajo figurë. Aty është shkruar puna dhe jeta e Devolliut. Fillon vallja me duke hedhur këmbën e djathtë 3 herë me gjurin e së majtë, ulemi, prekim tokën me gjurin e majtë të djathtë, pastaj ecja e lirë. Është një ecje nga mbrapa që është shumë karakteristike, që ajo nuk është e rastësishme në atë valle, që nuk e shikojmë në vallet e tjera. Do të thotë që Devolliu krahas punës që bën dhe krahas asaj që bën në marrëdhënie me tokën,
sepse patjetër në Devollin nuk E kanë jetën e tyre të lidhur me tokën. Patjetër. Absolutisht. Kthimi mbrapa në atë valle tregon që plus asaj që punojnë dhe duan ta shikojnë sërish sa të bukur e kanë bërë punën. Që nëse si pëlqet të kthehen sërish, ndërsa pjesa e dytë e vallit është pak më vështirë për fëmijët, po gjithsesi i arrihet. I arrihet dhe sot ne kemi disa grupe valltarësh që performojnë në festivale. Po, shumë dinjitore. Për cilët do të flasim. Ne do të ndiqim tani një video tjetër. E përmendi pak më parë edhe profesor Agroni, bëhet fjalë për një festival në Moskë ku grupi i valltarëve të Devollit ka performuar vallen devolliçe në Moskë. E ndjek. Valle devolliçe nga grupi asaj krahine. Ka qenë e shoqëruar edhe me një medalje. Po, ishte një seri festivalesh që organizonte në atë kohë gjithë Europën e lindjes, festivale që bëheshin njëherë në Berlin, njëherë në Prag, njëherë në Moskë. Ky që i Moskës, dhe ky ka qenë më madhështori nga të gjithë. Regjistrimet po ti shikosh asaj kohë janë pafund. Gjithë Moska ishte në feste. Domethënë një masivitet i pakrahasueshëm me gjithë festivalet e tjera. Dhe fati i grupit tonë të Devolliçës ishte që pikërisht në këtë festival. Është më i madhi festival që organizuar në botë. Dhe është marrë çmimi i dytë. Aty në cep është medalje të cilën ne e kemi e disponojmë. Është medalje argjendi e çmimit të dytë e vogël dhe sot në fakt haruam të marrim jo vetëm këtë, po edhe diçka tjetër. Pra është një nga momentet historike të suksesit të kësaj valle me të cilën përsëri ne jemi krenar pa diskutim. Endri, duke patur parasysh të gjithë këto triumfe të valles devolliçe ndër vite dhe një prej tyre ne sapo e transmetuam, sa përgjegjësi ndjeni ju si artist të Devollit për ta përfaqësuar ndër vite vallen devolliçe ashtu siç ajo e meriton? Po, unë si shtatë e Gonja Sokoli, se të gjithë Devollit ne fillojnë që në fëmijëri. Po. Që në fëmijëri e kanë filluar, pastaj dua të them se në vitet 75 deri në vitet 90 ka qenë një grup në shkollën e mesme në Bilisht, dhe ne im përgatitur nga indjeri babai Sokolit, profesor Nistreti që unë i bëj një omash, vallen Devolliçe dhe me atë valle, pastaj kemi ardhur këtu në Korçë, dhe në 78 unë kam qenë valltar në festivalin e Gjirokastrës, ishim 5 nga ne Devollit, djemt të shkollës mesme, dhe kërcyem me grupin tjetër, që bashkë ngjit grupi i Zvezdës me grupin e të rinjve të Devollit, dhe aty ne kemi marrë çmimin laureat i festivalit të Gjirokastrës. Unë faktikisht e kam dhe në shtëpi medaljen. Kjo ishte një shtysë e madhe për të ndjekur ritmin e pararësve tanë, se ka patur valltar të shkëlqyer, duke filluar me Ruskovndin, Aliu, Safet Kutrolli, i Kapshticës, Kikja, babai Agronit, Hajder muzikanti, ishte një grup që duhet zvendësuar dhe për atë pjesë në këto vite ne bëm histori në folklorin e Devollit. Pastaj erdhi grupi tjetër, që ka qenë Agroni me ne Sokoli, kemi qenë bashkë. Pastaj erdhi grupi tjetër që përgatiti Agroni me Sokoli, këta djemtë e rinj që vinë. Unë dua të prek diçka të veçantë për Devolliçën ti, Riona, sepse Devolliçja ka një shtrirje gjeografike më të madhe se çdo valle tjetër këtu në qarkut të Korçës. Pse e them këtë? E them veç Devollit, ku jemi ne, të 45 fshatrat, po është pjesa tjetër e Buzgufirit, ata u shpërngulën nga grekët,
dhe është dhe një këngë në 2 javë të korikut, i pëm 3 në Selanikut. Në Mersin shkua me Van, e pastaj thotë rehat mos i pas të xhani kush na nxori nga vatani. Këta devollin ikën në Mersin në një lagje të Stambollit dhe atje vazhdojnë dhe e trashëgojnë vallen dhe këngën devolliçe. Gazetari kolegu tuaj, Andrea Dangri, ka bërë një reportazh shumë të bukur nga ata dhe vazhdojnë akoma dhe sot ata. Veç kësaj, një pjesë e këtyre fshatrave Shag, Revan, Alevic, që janë këto pas kufirit, shkuan në Myzeqe dhe atje trashëgojnë vallen. Madje është një klarinetist. Janë vlera që i kanë marrë me vete dhe i kanë çuar edhe në pjesë të tjera. Është Çani Maledhi. Klarinetist, unë kam në lidhje familjare. I biri i tij Drini është një nga klarinetistët më të mirë dhe vallen devolliçe ata dhe këngën e trashëgojnë. Veç kësaj, shumë ngulmime ka dhe në Amerikë, në Australi, që kanë ikur gjithë. Kanë marrë me vete vallen devolliçe dhe aty kërcej devolliçe. Mund të them që në Australi Safet Kutrolli ka qenë me grupin e këtyre me Kiken, me Ajderin, me Zalon e Poloskis, me Ali Kondin. Ai ka vdekur duke kërcyer vallen devolliçe në das, siç që zënë vdiq. Por ka dhe një veçanti tjetër devolliçja se që në Prilep dhe gjen në manastir, kërcehet vallet devolliçe janë devollinja atje, Kranj, Nakolec, Belocerkë, Betka, Avniu ndjes paçin se kanë vdekur. Ata e kërcejnë vallen devolliçe dhe e ruajnë traditën. Se kjo tona ka njërë ca elemente kështu, ka njërë qikë ca elemente estetik i kanë shtuar, kurse ata e kanë në mënyrë originale. E kanë ruajtur dhe sepse ka qenë valle kënduar me këngë, apo ky fustani, apo dam kalli, me lule domethënë, më ka bërë Sebdalli. Kështu kërcejnë në odura, se s'kishim saze, pastaj filloi yri orkestra dhe vazhdon, prandaj po them që është ka një shtrirje gjeografike, në Strugë e luajnë sazet e Konicës, siç tha dhe profesor Petriti, e luajnë në sazet e Horit, pra devolliçja ka një shtrirje të madhe gjeografike që nuk e ka asnjë vallë tjetër. E kuptoj. Ndërkohë, profesor Ramazani ka përmendur në fund të kësaj pjese të parë të intervistës një valltar, ndër shumë valltar të tjerë në Shqipëri që kanë interpretuar, që është Enver Birko. Enver Birko, padyshim që është valltari më i mirë i ansamblit, të paktën për vallen devolliçe. Sigurisht e për të tjerat, se ai ishte talent. Dhe është i regjistruar në shumë interpretime të kësaj valleje. Konkretisht, ne kemi sjellë një regjistrim nga arkivi i shtetit dhe në fakt në dokumentarin që u transmetua javën e parë. Për cilin do diskutojmë pjesën e dytë të bisedës? Në dokumentaru fol diçka kështu, megjithatë në këtë dokumentar që kemi sjellë ne në arkivin e shtetit e kemi marrë edhe me emërtimin që vallja Dropullite dhe Devollite. Domethënë është Enver Birko që është në krye solisti i valles Devolliçe. E ndjekim tani në ekran? Shumë e bukur. Solisti ishte Enver Birko që interpretonte vallen Devollite ose vallen Devolliçe, japim emërtime nga më të ndryshme. Po një pjesë shumë e bukur është ajo që përmendën gjithë të ftuarit trashëgimia tek brezat e rinj që në fakt ka filluar shumë herët. Ne kemi përmendur në minutat e para të këtij emisioni një fis të gjerë në Devoll, siç është fisi Kondi, i cili prej më tepër tashmë se 8 brezash e trashëgojnë vallen Devolliçe dhe duket që Ali Kondi, që me të drejt vetëm pak muaj më parë kam realizuar një emision për gjithë jetën dhe veprimtarinë e tij dhe është shumë pak minutazh i përcaktuar në një emision për të folur për jetën e këtij mbledhësi folklori, i cili duket se ka krijuar dhe grupet e para të fëmijëve që kërcejnë. Kështu që do ndiqim një video shumë interesante tani. Valle nga grupi i Korçës.
shumë të disiplinuar në skenë. Ajo që të bën përshtypje është një detaj që e pam bashkë me Sokolin, se si aq i vogël në mosh, i ra shamia dhe nuk e la për asnjë moment vallën, por përkundrazi e vazhdoi. Endri ti e ke njohur Elikondin edhe nga afër, po jo vetëm, besoj edhe të dy koreografët, edhe është shumë interesante se si ka përgatitur këta fëmijë kaq të vegjël me dashurinë e madhe për Devollin. Edhe ato të dyja pjesët që përmendën koreografët, edhe atë pjesën e parë me atë shtrirjen, edhe atë pjesën muzikale që të krijon shumë Aliu emocion. është Xhaxhi Aliu ndjes pas. Është i vetmi njeri që sa të ketë folklor do të kujtohet. Është njeri ka punuar me shpirt, me pasion, i ka dhënë jo vetëm Devolli, po gjithë Shqipërisë. Unë ndjej kënaqësi sepse punova 10 vjet atje dhe kur shikoj këta fëmijë, ata janë burra tash, të gjithë aveniri. Që është grupi Vranishtit? Grupi Vranishtit dhe fatmirësisht unë vajta dhe e ringrita. Sot po të shkosh nesër mëngjes në shkollë, në klasën e dytë të ciklit fillor kërcejnë ata djemt të Vallen Devolliçe, gjitha klasat me radhë, siç i mësojnë këta. Se e kishim dhe në festën e abetares, vite e transmetuat juve. Pra është, nuk e di atje, është fshat që i folklorit. Unë kur shkova atje në Vranisht atërë dhe fola me dritrojnë, djes pas, dhe ata i tha shumë më qua në Vranisht atje, e bo mirë, tha, në folën e bilbiljave të kanë shpensa që e ti bilbilja. Dhe, do më thënë, është një fshat, jo vetëm Vranisht, por rastis që këta puna e Aliut vazhdon nëpërmjet thashë koreografëve, qoftë edhe mësuesve, ka mësues të pasionuar për ndihmën e folklorit. Dhe kjo është kënaqësia, është vazhdimësia e traditës. Unë po them dhe këtë, nuk ka shkollë në Republikën që të kërcejnë shumë pogonisht ose edhe por Devolliçja, siç ata dhe Sokoli, nuk është aq e thjeshtë, është çike valle që dojnë çike për kushtim dhe dojnë çike hapësirë kohore për ta mësuar, por ajo vazhdon dhe po kalon në breza. Dhe kjo na vjen kënaqësia më e madhe. Unë për sa kohë punova dhe vazhdon ajo pjesa e. Kuptoj. Vetrit, ju keni ulëmtuar mjaft dhe keni parë që sigurisht Valli e Devollit, siç e tha dhe Endri, vazhdon dhe sot, po ka qenë në qendër vëmendjes edhe të regjisorëve të njohur, të artistëve të mëdhenj, të kinematografisë shqiptare, po jo vetëm të koreografëve të mëdhenj, për ta bërë pjesë të projekteve të tyre të rëndësishme. Përpara se sa të flasësh, do të më lejosh që të përmend disa prej filmave të kinematografisë shqiptare, tek të cilët është bërë pjesë Vallja Devolliçe. Filmi Skënderbeu, Dasma dhe jeta në kooperativ, filmi Tana, filmi Fortuna, Dallëzimi i shqipeve, Vitet e para, filmi Këngë dhe valle nga gura popullore, Burimi i pashtershëm, filmi i njohur Zonja nga qyteti, Streha e re, Pranverë në Gjirokastër, Kërcënimi apo tek Baleti Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur. Janë realizime nga viti 1953 deri në vitin 1981. Vallja e Devollit ka qenë pjesë e skenarit të këtyre filmave, po jo vetëm. Jo rastësisht është zgjedhur një Vallja Devolliçe për të ilustruar skena nga filmat tanë, qofshin artistike, dokumentare me radhë, sepse është komplekse në përmbajtjen e saj. Një valle epiko-lirike, pra ka gjithçka aty për të ilustruar çdo skenë të filmit. Se aty është gjithë historia, jo e Devollit, po është gjithë historia e një kombi. Aty është përpjekjet për luftën mbi jetesa, aty gjen festën, aty gjen fitoren, gjen të gjitha. Ajo skena sipër që ngrihet në fund të ai valltari, mua më kujton gjithmonë tek sheshi flamurit. Atë flamurtarin që ngres që është sipër i ngritur. Pra janë skena madhështore këto. Prandaj jo më kot të gjithë këta regjisorë kanë përzgjedhur skena nga Vallja e Devollit. Po. Dhe do të ndikim tani një fragment nga Baleti Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur, pikërisht ai moment ku interpretohet Vallja e Devollit. Po, dhe pas ti fragmenti që është shkëputur nga Baleti Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur, ne do të ndikim tani një tjetër foto, është Orkestra Simfonike
e drejtuar nga dy dirigent të mëdhenj, nga Eno Koço dhe nga kompozitori Tish Daia. Do të ndjekim pikërisht pra këto orkestra të mëdhaja kanë interpretuar pjesë nga Vallja e Devoliçe, kështu titulloj. pjesë ose ndryshe quhet Vallja e Devollit, Vallja Devoliçe. Ndjekim një foto e cila e demonstron pikërisht këtë. Është viti 1980, apo jo, Petrit? Pra Vallja Devoliçe nga Tish Daia dhe me dirigent Eno Koço. Më pas, Vallja e Devoliçe është vetur nga ansambli i ushtrisë popullore disa herë, jo një herë, në 85-ën, 87-ën është bërë grupi folklorik, një organizim ballkanik ky që Devoliçe fitoi çmimin Naim Frashëri, medaljen e meradhe. Por unë duhet veçoj një spektakël madhështor, ndoshta nga më madhështorët që ka realizuar mjeshtri Panajot Kanaçi. Spektakli Diell në fushën e Devollit. Ky spektakël ishte në pas është shfaqet edhe akoma dhe sot nga ansambli, por është punuar me shumë kujdes dhe janë marrë 3 valle të Devollit si bazë për ndërtimin e këtij spektakli. Ne në fakt kemi dhe intervista për këtë dhe mund të flasin vetë profesori. Do t'i ndjekim? Por është e rëndësishme që është bazuar në 3 valle autentike të Devollit, siç është Vallja e Trëndelinës, Vallja Devoliçe dhe Vallja Dardare. Kam një diçka të veçantë me këtë valle, me këtë përpunim që ka bëri profesor Panajoti, sepse unë kam qenë ushtar në ansamblin e ushtrisë, dhe sa po kam vetur në ansambl, më ka marrë në palestrën e valleve i ndjeri Gzim Kaceli, e tha, i di vallet se ishin tanë që është një nga Devolli, i Kërcenja vallet, i kam kërcyer aty, edhe i thoshte këtyre tjerëve, ka qenë Zeki Kastrati, Norbelt Krasniqi, Ahmet Agoll, ishin kavaltarë, dhe thoshia shkojni, ky është karakteri. Pas sa kohësh, pas disa muesh, më thret profesor Gujtim Laru e thotë do veç në Teatri Operës dhe të takosh profesor Panajot Kanaçin, tha se të kërkon. Vajta unë aty, më ngjiti lart u ishin këta valltarët, ishte Recep Çeliku, ndjes pas Besim Yazexhiu, ndjes Llambi Rula, ky Kokeri që ishte koreograf që foli në atë dokumentar. Dhe aty profesorin vuri kërceja valle unë. Kërceja valle në Devoliçe, aty ishin edhe vajzat, edhe Beraçen, edhe Isuf Arapin, këtë Trëndelinën si gërshetoja. Pra ti interpretoja ata Po më shihje. shikoni që të merrni karakterin, jo t'jam soja unë, merrni karakterin e kësaj. Dhe unë tani thash, profesor thash, unë kam një shok, ai kërcen më bukur se i kisha shok. Ngushtë, Edip Hoxhën, edhe erdhi Edipi dhe ka ardhur dhe një valltar tjetër, Adil Demiraj, kanë ardhur atje dhe kanë ndentur një javë ata me dieta me gjitha këto, që profesori mori karakterin e Devollit që e ndërtoi në. E kuptoj kush është Vallja e Devollit. Po, i merrte këto. Pastaj në moment më mori dhe profesor Gimi mua, sepse unë duhet të them diçka për profesor Agim Krajkën, më të madhin të muzikës. Ai ka bërë ushtrinë këtu në Devoll dhe thoshte që ka dhënë intervista që Devolli është treva me ritme muzikore më të shumta në të gjithë Shqipërinë. Është në kusht ka shikuesi mund të hyjnë dhe në internet dhe ta gjejnë. Pra kjo është gërshetimi i Devollit me ansamblin e shtetit. Në fakt ne do të ndjekim tani pikërisht një intervistë me Edip Hoxhën, atë që përmendi edhe Endri pak më parë, edhe ai një valltar i cili prej vitesh ka kërcyer, dhe pak më vonë do të komentojmë edhe disa foto që do të shfaqen në ekran. Po. Sot është një gjendje shëndetësore, kështu që nuk vjen dot se do ta kishim këtu. Por është i rënduar nga ana shëndetësore. Ne falenderojmë gjithsesi dhe për intervistën, pavarësisht gjendjes shëndetësore të tij, ai ka ditur të përshkruaj me detaje pikërisht vallën Devoliçe. E ndjekim intervistën? Kur erdha në gjimnaz, edhe vinte na mësonte Dilua Devoliçen. Në gjimnaz birisht. Neve, si gjimnaz, vinim kur bënim punën prodhuese të shpenik. Ne mblidhim misat e modë. Dilua vinte këtu na mësonte Devoliçen në gjimnaz. Qatere, shundava. Kur na poqim në 80-ën, mbarova unë gjimnaz. Na kërkojnë në Tirana Samblistetit mua dhe Dilo. Të nesmen në Teatrin e Operës së Baletit, vajtë me gjatë Dilë, të dy.
Atje na priste Panajot Kanaçi, me gërnet kishin marrë Lelën, Remzi Lelën. Që i bite Remzi Lela, e unë me të adhili loni vade. Që ata në deshin që të në marrë lëvizjet dhe me popullore. Jo se se din ata vade kështu e këshinojtur, po jo, ata deshin originalen. Kër e lojti dilua, sikur. Askeri nga ta nuk e lote të si dilua. Edhe që ishin valta të shqyqyë, Regjepi me shoke, Regjepi e Pëllumbje, Fatja, shumë, i që 10-15 djema ta. Ta që e gjithë të Florida, Remzi Lela, i gëndetës. E bajba të Remzi, me i Republikë Remziu. I vëdha ishte me dhautë. Po që kështu i ka thërëmi dhe Remzi Lela. Panajotit, ta shjegjën e Florida. Po ja unë ditë them ka që ata djemë me shkollë, se si i thoshin, ata në vizjeve i thoshin me emre shkollë, vërtitjeve për shemë rotullimeve, se qaj i thoshin. Me emre tjetër, ore nuk gëtojmë të thosh Adili, kur bende rotullimin Adili, bende, se unë ja mora, po me ones, po ja mora. Brenda një mase muzikore, duqi bërë 2. Adili bende 3 edhe fut që prapë në ritmë. Mi thosh Panajoti, ja Florini, ja. Thosh Panajoti. I bende dhafe atyre djeve, Regjepit e, Pëllumbit e, Besimit e. Ja se gjithë. Kërë emri nga që beshe dhafi kurër, edhe kaj thoshe, tunderi devollim, forza devollim. Edhe valja i ka patur që vuri Panajoti, e ka patur djel në fushet e volit, jo fest në fushet e volit. Djel në fushet e volit e ka patur valja. Jo fest në fushet e volit. Tunderi e volit, bravo e volit. Tunderi e volit, jepi dino, forsa frek, demet. Po, për gorar që folin do një? Jo. As, sa dhejtë ora të 2-3 javë që dhejtë, as një nuk uzu në goj emre valet tjetër. As gorar që as tropojan që as nuk uzu as emre tjetër i kurë. Edhe sa bani pushim për shemë që pinte të andilua, dritë e frejmën, thoshte hajde, devolitja. Qo devolitja. Po bre? Panajot Kanaçi ka qenë gjithmonë me Vallën Devoliçe e ka patur në qendër të vëmendjes dhe për këtë është investuar edhe tek ky koncert. Sepse kemi dëgjuar në dokumentarin që u transmetoi edhe më parë që aludoi ndryshe. Pikërisht prandaj kemi sjell ata domethënë folën profesorët herën e kaluar, por këtu janë profesorët e tyre që i thonë këto fjalë. Atëherë, në ekran po shohim tani Nexhat Agollin. Petrit, kush është Nexhat Agolli? Është një profesor, domethënë nga studiuesit më të mëdhenj të vendit tonë për artin koreografik, ashtu si profesor Ramazani dhe të tjerët. Ky ka shkruar shumë për Vallën Devoliçe, sidomos ka shkruar shumë. Ka shkruar edhe një artikull të gjatë, të cilin thotë që në fillim që ja kushtoi valltarëve të talentuar Devollin dhe popullit Devollit. Dhe ky ka shkruar gjithashtu edhe për koncertin Diell në fushën e Devollit, i cili ishte një nga koncertet më madhështore të Panajot Kanaçit. Dhe të muzika është nga Agim Krajka. Në këtë spektakël, Panajot Kanaçi është bazuar vetëm në 3 valle autentike të Devollit. Në vallën Devoliçe, në vallën e Trëndelinës dhe në vallën Dardare. Vallja Dardare solli edhe vajzat në këtë spektakël dhe doli një arritje madhështore. Pikërisht këtë ne po e sillim sepse dëgjuam në dokumentarin që u transmetuar edhe në kaluar, sikur fillonte origjina nga një zonë tjetër e gjetë që nuk ka lidhje me asnjë zonë tjetër dhe prandaj ai ka vendem Diell në fushën e Devollit dhe ai Diell është vetëm i Devollit. Po, dhe ne do të shohim në fakt në ekran edhe disa pjesë fragmente të shkëputura nga ky libër. Pikërisht profesori ndër të tjera në libër thotë: kështu ndodhi edhe me Panajot Kanaçin, i cili i dhuroi publikut artëdashës një valle sa më të bukur, aq edhe të ndjerë, Devoliçen dhe Dardaren. Edhe te Dielli në fushën e Devollit, autori shfrytëzoi bukur simbolin si element kryesor për të dhënë mjedisin ku zhvillohet veprimi koreografik me ngjyra të ndritura,
nëpërmjet gjetjeve plastike që të befasojnë me një atmosferë të krijuar tër gjallëri dhe devolliçe. Dhe Trëndelinës, që profesor Petriti e përmendi, edhe kjo një valle burimore, thot ai, e fushës së Devollit. Po. Pra, kishim një tjetër autor i cili kishte sjell në vëmendje pikërisht diell në fushën e Devollit, sepse është diskutuar në fakt shumë edhe për disa deformime që janë bërë kësaj valle. Po, tani do të ndjekim, e përforcon në fakt edhe profesor Ramazan Bogdani nëpërmjet pjesës së dytë të intervistës, e ndjekim. Tani, përsa i përket Devolliçës, ajo ansambli, pas viteve 70, i ndjeri dhe i paharruar i madhi Panajot Kanaçi, e patfu edhe në skenë me titullin Diell në fushën e Devollit. Këto ishin tituj poetik, ishin tituj të inspiruar nga krijuesit, kurse kjo në Diellin e fushën e Devollit ishte me djemë dhe me vajza, një krijimtari koreografike, e mbështetur muzikalisht ishte krejtësisht Devolliçja e sazëve të Devollive, por në mos gabohem e përpunuar, e stilizuar, e rregulluar nga i madhe dhe i pavdekshmi kompozitori Agim Krajka, por ishte Devolliçja tradicionalja e cila kishte ato zbukurimet e rastit. Dhe kjo valle një kohë të gjatë me këtë emër poetik ka ekzistuar dhe është e lëvruar në ansamblin kombëtar të këngëve dhe valleve popullore shqiptare. Ky ishte një fragment pikërisht nga Diell në fushën e Devollit, që ndoqëm edhe ishte pikërisht kombinimi me vallen e grave të Dardës. Po, të Dardës është komplekse, domethënë e harmonizuar. Por këtu profesori futi elementet e valles, se edhe unë e dëgjova në atë që jo bëri, relativizoi portreti i profesor Kanaçes, që nuk është e drejtë, ai është korifeu i valleve, por a i mori, prandaj thamë që mori burim, thamë po aty e kërcengra, po kërcen ato vallet lirike të grave, po kërcen edhe Devolliçe, dhe ai e ndërthuri sipas mendimit të tij. Ne ndikim tani një foto, është pikërisht fotoja e cila tregon edhe një herë pse vallja e Devollit është shpallur një kryevler, do ta ndikim tani. Është pikërisht, është edhe një moment shumë i rëndësishëm që është zgjedhur vallja e Devollit për të përshëndetur një samit ndërkombëtar në Tiranë vetëm pak vite më parë. Po, është samiti në atë kohë. Përveç sigurisht edhe valleve të tjera, sepse kemi pa diskutim edhe vlerat të tjera kombëtare, po mes tyre është zgjedhur Tropojës e të gjitha. Kanë qenë vallet më të përzgjedhura që i interpretoi ansambli këtu. Tani dua të shohim në ekran disa foto të tjera dhe do diskutojmë me dy koreografët, dua të ndalem pak tek kostumet. Bëhet fjalë për kostumet të cilat veshin valltarët e valles Devolliçe, do t'i komentojmë bashkë me Agronin edhe me Sokolin. Çfarë është karakteristike për valltarët, Agron? Në kërcimin e se kjo është një foto e hershme. Në kërcimin e valles Devolliçe, do të thënë një ndër karakteristikat kryesore të zonës së Devollit janë dhe etnografia, kostumet kombëtare, kështu që aktualisht Devolli ka dy palë kostume kombëtare, kostumin kombëtar për burra dhe kostumin kombëtar për gra. Tani, te vallet Devolliçe, ajo që spikat, do të thënë, janë që opingat me xhufkë. Janë streqet të bardha, kemi xhufkat të vendosura anash, kemi fustanellën, është brezi, është këmisha që veshin, dhe këmisha karakteristika e saj është sepse mëngorja është shumë e gjerë dhe ka të frutën. Ka surat hullat që i themi në gjuhën popullore, që e bën më të lirshme
që valltari të ndjehet i lirshëm, ka jelekun dhe qeleshen. Por zona e Devollit është karakteristike sepse qeleshja është në formë varke, është e shtypur që nuk e ka asnjë krajinë tjetër në Shqipëri. Ky është kostumi kombëtar, domethënë, i burrave të Devollit. Sokol, sa e lehtë ose sa e vështirë është të sigurosh kostumet e valltarëve, se ti punon me grupmosha të ndryshme dhe sigurisht që dhe kostumet duhen përshtatur me trupin, me moshën e tyre? Po. Vallet folklorike, sidomos vallet burrimore, patjetër që janë bashkëudhëtare me kostumin popullor. Dhe në Devoll ne kemi kostumin e burrave, që përbërësit ja tha kolegu Agroni, por në Gratë kemi dy kostume. Kemi kostumin dardhar dhe kostumin që është kostumi tjetër është kostumi i zonës Soçishtit. Këto kostume kanë pak ndryshim nga njëri tjetri dhe përdoren në të gjitha grupë moshat. Po një veçanti është në kostumin e burrave, që në burrat jeleku është i zi, që i përshtatet moshësh në çik më burrërore. Duke u trashëguar vallja dhe në brezat e rinj, ai vjen në ngjyrë të kuqe, në djemtë. Por është karakteristike e Devollit që në të gjitha detajet e kostumit ka veçantinë e tyre. Për shembull, jeleku është në detaje me qëndismat në fieari, me rafë, si në mengët, pashu dhe në pjesën e gjoksit, të cilat nuk i ka trevë tjetër, nuk e shikojmë atë lloj jeleku, në ato detaj nuk e shikojmë as në gorë, as diku tjetër, e ka vetëm Devolli. E ka vetëm Devolli. Arrin qendra kulturore e fëmijëve të sigurojmë mjaftueshëm kostume? Ne fatmirësisht tani në bashki kemi investuar për një garderobë goxha modeste për kostumet popullore dhe jemi në vazhdim. Me të njëjtat elemente, sepse i kemi kërkuar vetë me projektin që u bë për kostumet, kemi kërkuar deri në detaje kostume popullore. Kemi bërë kostumet e burrave dhe tash jemi duke bërë kostumet e fëmijëve. Petrit, jemi duke folur gjëre gjatë për historikun e Vaz dhe tani duam ndalim në atë pikën kulminante me cilën e filluam. Çfarë ka ndodhur? Ju keni punuar fort për të çuar një dosje voluminoze që ka kaq shumë, ne kemi sjellë vetëm një pjesë të vogël të historikut të kësaj valle, e krejt papritur e gjejmë atë apo një valle tjetër të nuk di ta them me emrin Valle Goraçe. Pikërisht ky është edhe thelbi i emisionit dhe kjo është arsyeja pse jemi sot këtu. Sepse ne mund të vinim dhe derën e televizionit të Korçës se kemi patur të hapur edhe herë të tjera, por në këtë rast kemi erdhur në mënyrë më tepër për të reaguar. Çfarë ka ndodhur? Pse është ky konfuzion, jo vetëm tek qytetarët ndonjëherë, por edhe tek personalitetet kulturës që janë në moshë të re, e theksoj këtë. Po moshë të re, e mund moshës 50-60 vjeçare. Që ta tregojmë se çka ndodhur, po nisemi nga një frazë, domethënë që në të njëjtën mënyrë pothuaj është shkruar shumë herë në dosjen që ka paraqitur një grup një nga shoqatat e Gorës për ta çuar në Ministrinë e Kulturës. Ata pasi u shpallëm ne kryevlerë kombëtare me Vallin Devolliçe, një grup nga një shoqatë e Gorës paraqiti një dosje në Ministrinë e Kulturës për të quajtur edhe ajo vlerë kombëtare. Domethënë për të marrë një tapi të dytë për të njëjtën valle. Ne sigurisht që reaguam dhe reaguam ashpër. Reaguam me fakte të qëndrueshme, të padiskutueshme, dorëzuam dokumentacion tjetër të protokolluar shtesë dhe Ministria e bllokoi si çështje me idenë për ta shqyrtuar në mënyrë të veçantë të posaçme. Konkretisht, në këtë dosje që kanë paraqitur ata, është kjo frazë që është shkruar disa herë, i është drejtuar ministrit, komisionit e meradh në disa drejtime. Pak a shumë, po lexoj vetëm një herë prej tyre. Kaceli së bashku me valltarin e madh Enver Birko, artist i merituar, kishin udhëtuar në fshatrat e Gorës për të mbledhur motivet burrimore të kësaj valleje. Gjatë këtij udhëtimi, ata kishin takuar Xhemali Adillarin, një valltar popullor i njohur nga fshatrat e Gorës, i cili ishte mjeshtër i motivit origjinal të valles. Këtu tani dhe më rej. Gëzim Kaceli ka erdhur, këta thonë shkojnë në fshatrat e Gorës e tjera dhe takon Xhemali Adillarin. Tani përpara se të shkojmë te Kaceli, Petri, do të ndërpres sepse
më duhet pak që dhe për publikun, Po? kemi dhe publik të moshave të ndryshme, për të njohur vendodhjen e Devollit dhe të Gorës. Pikërisht, këte duhet thëmë, sepse ai thotë shkojnë në Gorë, po në fakt shkojnë në Zvezdë. Shkojnë në Zvezdë dhe Xhemaliu është në Zvezdë dhe është shëndosh e mirë sot dhe i uroj mirë të gjatë se është nga kërcimtarët më të mirë të Valles Devolliçe. Dhe jo vetëm kërcimtar, po edhe si mik, unë e kam mik shtëpie, kam qenë në shtëpinë e tij dhe ai ka qenë në shtëpinë time në një dasëm, e me radhë njihet me familjen time dhe është i përkryer për Valles Devolliçe. Është i brezit kur këta nevrus kondje të tjerët kështu tërhoqen për moshën e për të tjera. Xhemaliu ishte në formë të përkryer dhe është akoma e sot me shëndet të mirë dhe unë e përshëndes e uroj shëndet e jetë të gjatë. Pra Xhemaliu nuk ishte në Gorë, është në Zvezdë. Jeton aktualisht vazhdon. Xhemaliu aty thoshte është nip nga Gora, nuk është nga Gora, ai është nip nga treni i Devollit. E thotë edhe vetë një intervistë tani, po. Prandaj këtu ka disa paradokse, të cilat do të themi, pra e para nuk shkoi në Gorë, e dyta do të dëgjojmë sot Xhemaliu dhe e treta në Gorë, në tër historikun e saj nuk ka asnjë grup të ketë luajtur Vallen Devolliçe. Vallen masive Devolliçe. Nuk ka në dosjen e tyre asnjë emër nga Gora që ta përmendin, qoftë edhe sa për model të thonë filani ka luajtur në këtë festival me radhë. Absolutisht asnjë. Në të gjitha të dosje kolona e vetme është Xhemalia Dillari i Zvezdës. Dhe Zvezda me Devollin e Gora është në fund, domethënë është maleve ande tutje, është shumë larg, është Këneta, është fushë Korçës e me radhë dhe s'ka asnjë lidhje qoftë etnokulturore, qoftë gjeografike me zonën e Gorës. Të shohim atëherë disa harta, po jemi në fakt në ekran, duke i parë, do t'i komentojmë së bashku për të gjithë publikun. Atëherë po Petrit. Po, unë kam nxjerrë shumë harta për të treguar sepse aty thuhet disa herë që Zvezda është Gorë. Pse? Sepse që nga në Bashkinë e Maliqit tani, me ndarjen e fundit administrative, që s'ka asnjë lidhje si zonë etnokulturore, por e ka shumë. Megjithatë, unë kam marrë harta të vjetra që në kohën e para viteve 90, aty doli një harta, ajo duhet jetë e Nuçinacit, e para, që ka shkruar gjatë për këto dhe të gjitha fshatrat e Gorës janë përcaktuar, është Teki Selenicës që ka librin më të madh me të dhëna statistikore shtetërore, që edhe ai përsëri përputhet me Nuçinacin, pak a shumë është kjo sipas Nuçinacit dhe Teki Selenicës. Dhe shikojmë aty Gora është larg, është fushë e Korçës në mes, është Këneta. Dhe Zvezda është ngjitur fare me Devollin. Është fare ngjitur, në kufi është, në cep është Zvezda. Bile Goloberda që është ngjitur me atë ka qenë në Devoll tërkohën. Pra kjo është që s'ka asnjë lidhje, Devolli mund të vazhdosh me tutje. Unë kërkova shumë harta, por më në fund gjeta një hartë tjetër. Ky libër është botim i shoqatës Gora. Nuk e di, më lejon të theksoj diçka. Krahina e Gorës shtrihet 30 kilometra në verilindje të qytetit të Korçës. Kufizohet në veri me krahinën e Mokrës dhe me rrethin e Gramshit, në lindje me fushën e Korçës, në perëndim me krahinën e Oparit dhe në jug me zonën e Vitkuqit. Po, pikërisht. Provon, kjo që lexuat juve është edhe në këtë libër që është libër botimi i shoqatës Gora. Dhe në këtë libër është edhe zotëria që kryeson atë dosje, që është autori i dosjes, është në kryesinë ose më saktë është autori i këtij libri. Dhe ky libër në kopertinën e vet ka hartën e Gorës. Jo vetëm në kopertinë dhe kemi këtu dhe është realisht pothuaj ajo zoni që thotë Nuçinaçi edhe Teki Selenica. Pra zona e Gorës përmblidhet mbrapa Maliqit. Dhe në të vërtetën, në të gjitha hartat e tyre nuk është as Zvirina, as Sovjani nuk është në Gorë, sepse Gora, prandaj i thuhet Gorë, se në gjuhën slave është Mali. Pra është zonë malore, ka rreth 26 fshatra. Kjo është në të gjitha hartat që kemi gjetur, kjo është më tepër. Sigurisht që 2-3 fshatra në zonën e Pogradisit, po kjo s'ka rëndësi. Kjo s'do të thotë që me që qenë ka edhe Maliqi, pas ka Zvezdën, në ashtu ta lidhim tash hajtë të themi që është Gorë Zvezda. Kjo është e pa kuptim të gjitha. Pra kemi hartën që ka botuar vetë shoqata Gora dhe kjo tregon që Zvezda me Gorën s'ka asnjë lidhje. Kjo është e para. Petrit, dua të ndalem pak se pak më parë bashkë me të dy koreografët ne kemi komentuar kostumografinë e valltarëve të Valles të Devollit. Në dokumentarin e shfaqur është një element shumë i rëndësishëm, është një moment që në fakt është demonstruar nga vetë realizuesit të një grupi burash të cilët kërcejnë valle të pretenduar me emërtimin Valle Devolliçe. Unë dua ta ndjekim pak këtë video dhe do t'i kërkoja vëmendje edhe koreografe për të parë në fakt kostumografinë e këtyre zotërinjve të cilët kërcejnë. E shohim?
L'amore va bene, che vaya a colare, ya senti prendi sento, ya dico llorare, ya senti prendi sento. Agron, shohim pak, besoj ishte një valle dyshe burrash. Se ti eshe me syrin e një koreografi. Me të vërtetë dhe kjo është reale, sepse aktualisht Gora i ka valle dyshe, të cilë ka deklaruar dhe vetë studius të mëdhenj, më thënë, që në profesor e mëdhenj si Ramazan Bogdani, por edhe vetë këta ne që e kemi parë nga afër, sepse Gora ndryshon edhe tek kostumet. Po, e pam, kostumet janë automatikisht, më thënë, po, veç ndryshe nga gjithë kostumet e valles Devulliçe. Kuptojmë që atje nuk ka valle që të kërcejnë në gjysmë rrethi siç kërcejnë valle Devulliçe, ose siç e quajmë ne valle masive, që interpretojnë të gjithë valltarët, 7 valltarë, 8 valltarë. Këtu kërcejnë vetëm 2 valltarë. Dhe ajo që të bie në sy, kemi domethënë edhe atë kontradiktën midis kostumeve kombëtare, siç tha profesor Petriti, që ata mundohen të marrin domethënë zvezën, pojanin, plasën, të cilët janë të veshur komplet me kostumin kombëtar të Devullit. Dhe interpretojnë valle Devulliçe. Ja pra ne e pamë domethënë nga afër se cila është valle e Gorës. Aktualisht valle gorare janë valle dyshe. Po. Dhe e pamë së kol që kishte ngjyra e zezë, edhe tek streqet se kështu i quajti profesor Agroni, ngjyrë e zezë, po edhe tek jeleku apo tek mëngët. Nuk është problemi vetëm ngjyra atje. Atje po të shikosh, edhe jeleku, edhe pjesa e poshme bërkushtet, si quhen, ato janë prej shajaku. Po nuk janë rastësisht. Ato janë përshtatur klimës së Gorës, sepse është klimë malore. Dhe prandaj janë edhe me atë stof shajaku që mbrojnë nga të ftohtit. Dhe muzika kam përshtypjen se nuk ishte asnjë lloj elementi përbashkët me. Jo, nuk ka lidhje me muzikën e Devullit, se po ta marrësh edhe muzikën, mund të ketë edhe ngjashmëri, se tërë Ballkani merr njëri plas për tjetrin me tjetër. Por aman nuk ka lidhje, ajo është një valle dyshe ku këndohet dhe mbajnë niso, nuk është valle rrethore. Nëse valle e Devullit pretendohet që fillon dyshe e pastaj vazhdon me burrat e tjerë. Ajo pretendohet që kur kanë zbritur nga mali këta dhe kanë dalë i gjetën të tjerë në fushë dhe e bën rrethore. Por jo, sepse në Devull vallja e kënduar, ashtu si ka lindur, ajo ka ecur në 3 etapa. Vallja. Etapa e parë ka lindur vallja e kënduar, ku i pari ja merr dhe gjithmonë ka qenë si edhe ai virtuozi që udhëheq vallen dhe më i talentuar i vallës Devulliçe, i dyti ja pret dhe shokët që vinë mbrapa mbajnë ison. Dhe është valle rrethore. Dhe sa kjo është valle dyshe. Etapa e dytë është që ka qenë valle e kënduar dhe janë futur sazet, kur është bërë një strofë e kënduar dhe sazet, e kënduar dhe sazet, dhe etapa e tretë ka kaluar që luhet me saze. Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë fare me lidhje valle dyshe e Gorës me vallen dyshe që nuk ekziston në Devull, është valle rrethore. E kuptoj. Po, do të shtoj diçka Endri? Po. Në lidhje me këtë që tha profesor Petriti, Zvezda e Gorës. Unë po them që Pojanin edhe Kreshpanin, disa fshatra atje i kanë krijuar Devullint. Pojanin kanë krijuar Belerët e Babarit, nga Kapshtica, nga Bilishti ka atje dhe janë mbiemrat, janë toponimet që kanë shpenë aty. Veç kësaj, ajo zbritja që thoshte dikush nga ata koreografët, po pse ta marrim ne që zbret nga Gora? Po ne në 45 fshatra të Devullit 15 janë malor. Nikolica, Arza, Dardha, aq më shumë. Unë duhet ta bëj një krahasim të tillë, sepse nuk është vetëm Devulli që janë Devull. Devulli është treve e valleve, nuk ka, domethënë, krajinë me kaq valle. Sufarapi, Dardare, 25 Grësheta, Tërnelinë, djalë ka shkonte në dyqan, e tjera se këta i dinë më mirë. Pra, është ajo që ka thënë profesori i ndjer Agim Krajka, që është treva me ritme muzikore më shumë, aq më shumë dhe me koreografi. Kostumi i Dardhës është kryevepër që ne përfaqësohemi në gjithë kompeticionet
kombëtare dhe ndërkombëtare. Profesor Petriti, ndalemi pak tek disa foto të profesor Kaceli? Profesor Kaceli shkoi në Zvezdë, kështu sipas atyre, dhe që nga Zvezda Xhemali Adillari me lëvizjet e tij e tjerë dhe pas një javë, 2 javë domethënë, u vu në skenën e ansamblit të shtetit. Dhe u vu e njëjta valle, ndërkohë që do të shikojmë që edhe Xhemaliu vetë i ka thënë Devoliçe tërkohën në Tiranë ju ndrua emri, ju tha Valle Gorarçe. Kjo ishte e gjitha, kjo shpjegon gjithë konfuzionin që ashtu dhe më pas. Kjo u vu në ansamblin dhe me qenë se Gzim Kaceli e konsideronte si zbulimin e vetë këtë, më pas nuk u tha me Valle Devoliçe, po thuaj fare nga ansambli. Në një farë mënyrë, ose të paktën këtë ma tha profesor Kastrati ma tha këtë, që unë që kur jam këtu, ma ka thënë tek ansambli, unë kam lojtur vetëm Gorarçe. Tash kjo është paradoks, sepse Valle Devoliçe është shumë e njohur se çdo valle tjetër dhe s'ka kuptim të mos luhet, sepse në fundit edhe ata marrin rrogën nga taksat edhe të devollinjve, e me radhë. Dhe kjo ishte na befasoi në një farë mënyrë. Pra, ky emër Valle Gorarçe lindi në një skenë në Tiranë dhe që aty pastaj filloi të përhapej edhe gjithë. Fakti është që në Gorë, populli fisnik i Gorës, që ka traditat e veta kulturore, që ka vallet e veta dhe ka historinë e veta aq të pasur, nuk e konsideroi asnjëherë si vallën e vet. Prandaj nuk u mësua asnjëherë. Jo vetëm që u mësua, por as ata që e çuan, ja ndruan emrin, nuk u kujtuan të investojnë, të përgatitin një grup, t'ja mësojnë të pak në Gorë, që të thonë një herë që ja kemi një grup. Kur nuk ndodhi kjo, akoma e sot s'ka ndodhur. Pse? Sepse populli i Gorës e do vërtet Vallen Devoliçe, por e duan si Devoliçe siç është. Kështu e duan e tërë shqiptarët. Ky është një libër dedikuar Gzim Kacelit? Po, Gzim Kacelit pikërisht është monografia e Gzim Kacelit kjo, dhe që në fillim thuhet që Vallja Devoliçe ka qenë gjatë gjithë jetës, se do të them në mënyrë të parafort. Dhe në fund kryevepra e tij, Vallja Devoliçe, ajo që mbeti në fondin e artët të ansamblit dhe që kërcehet në çdo turne shqiptare jashtë vendit dhe që suksesin e ka brenda vetes. Po, është në monografinë e Gzim Kacelit. Po. Janë disa fragmente në fakt të shkëputura nga monografia për profesor Kacelin. Libri është nga Engjëll Tërshana. Historia e koreografisë shqiptare, edhe këtu kemi është shprehur edhe profesor Tërshana për këtë punë dhe kemi një faqe aty. Dhe shumë interesante ku ndër të tjera Engjëll Tërshana thotë: Vallja Gorarçe e Djemve është një harmonizim skenik i valles folklorike devollite, njërës nga perlat e vallëzimit ton popullor. Më qartë se kaq nuk behet. Pra, vetëm me një fjalë u vu në skenë një herë Valle Devoliçe dhe kaq. Po pse u ndrua shua emri, vetëm kjo nuk mund të shpjegohet në asnjë rrethana. Por ky emër i tillë krijoi probleme të mëdha më pas me identitetin e Valles Devoliçe, krijoi me imazhin e saj, sepse autori i kësaj Gzim Kaceli, duke konsideruar të vetën, preferonte që kudo që të shkonte të mos i thuaj më Devoliçe, po t'i thuaj Gorarçe, sepse ishte krijimi i tij. Sido që ishte një emër jo shqiptar, por gjithsesi kështu i kanë tërë Shqipërinë emrat. Megjithatë ju keni intervistuar disa vite më parë pikërisht ai personazhi kyç, të themi, që është shiko, Xhemali Adillarin, zotin Xhemali, artist i merituar. Unë e kam intervistuar se kam qenë në shtëpinë e tij atëherë, edhe para me e kanë intervistuar e shokë të tjerë. Kemi një intervistë shumë të pasur të tij, të cilën nuk e kam sjellë këtu, sepse për etike, për të tjera ai është në moshë të tjera ashtu. Etikën, po gjithsesi ne do të përpiqemi të lexojmë disa nga fragmentet e kësaj interviste. Po, kam sjellë edhe një intervistë të shkurtër, po unë po lexoj disa nga fragmentet të Xhemali Adillarit që i ka dhënë një intervistë. Unë e kam transkriptuar me minuta e me sekonda në disk. Diskun e kam është këtu me vete, nëse do të duhet edhe mund ta verifikojmë, po të jetë nevojshme, po besoj se shikuesit do na mirë kuptojnë. Elbasan 66, unë luajta me valltarët e Vranishtit bashkë në festivalin e parë që luajta. Para 66-s luanin Devollinjtë. Që në 54-ën kam luajtur valle, isha ushtar në Kukës, isha me shokët nga Devolli. Pra, fillimin e tij ky e ka në vitin 54, ishte ushtar në Kukës. Isha me Neki Gjiritin e Gracës, Banushin e Babanit, Ibrahim Ytkollin e Babanit. Më pas, ai shton që edhe me ushtar nga treni, këtë e thotë Xhovi Ceroni. Pra, me Devollinjtë. Më pas, kam qenë i vogël dhe vija në tren, vija te Daiu dhe këndoja, pra ky është nip nga treni.
tek lakot, ata kisha dajin, nuk këndoja mirë, por isha qefli. Pastaj vija në ato të rinise. Kur u martova për së dyti, 20 vjeçar në Zëmblak, këtë ditë u ktheva nga Korça në Zëmblak. Atje kishin vajtur këta të Vranishtit, Devollit, Nevruzi Aliu, të ftuar në dasme. Ishte edhe një violinist i dëgjuar nga treni, luajtën nga mentët të gjithë dasmorët, nga kërcimi i tyre. Nuk hyra as lojta as këndova. Pastaj shkova te dasma tjetër, si dhëndër, më vun të luaj valle. Më parë kisha luajtur ushtar me Devollintën, në Kigjiritin e Grancës. Ai ishte kryesori më i miri. Unë luaja i fundit aty. Luajta valle, mirë luajt ka dhëndri, thanë. Pastaj më vjej kudo. Filloi vallja, kështu shprehet edhe ai. Pasha Hajderin e Bilishtit, është një nga valltarët më të vjetër të Bilishtit. Se si luante, ulej pak ndryshim mes tyre dhe Nevruzit. Fillova të marr pe tyre. Më poshtë, është po ajo valle. Unë bëra ndonjë ndryshim në lëvizje. Më poshtë, domethënë minuta 43:12. Nuk e di si e mori emrin Gorarçe. Gorarçet janë të tjera, këto janë dyshe dhe improvizon. Zvezda nuk është gorë. Edhe Josifi, Bardhi, Gorarçe i thonë, emrin nuk e di si e mori. Minuta 54:40. Këtë valle nuk e gjeta në gorë. Unë e mora nga Devolli, nga Ajderi, e përpunova. Gorarçe, Gora i ka dyshe me kapellat të zeza, thot ai. Më pas, nuk e di se si e quajt në Gorarçe. Nuk di unë nga ato vallet e Gorës. Kjo valle nuk ka lidhje me Gorën, s'ka lidhje fare, s'ka bre lidhje, Gora i ka dyshe, ja këtë ka Gora dhe improvizon përsëri. E fundit, s'kam marr prej Gorës gjë unë, për punime kam bërë vetë, Gorarët këtë valle nuk e lozin asnjë, po nuk ka lidhje bre. Muabetet, sebepet i kam bërë tërë në Devoll. Unë kam patur në Bilisht, në Gracë, në Poloskë, me Vranishtin, me tërë Devollin i kam patur. Këtej kam patur lidhje unë, nuk di unë, ja ku është Pojani, s'kishim në Pojan, nuk kishim as në plas. Domethënë ai shpreh qartë që kjo është valli Devolliçe, e ka mësuar në Devoll të gjithën dhe nuk ka asnjë lidhje me Gorën. Gjemaliu, do ta njohim tani nëpërmjet një interviste fare të shkurtër, e kemi shkëputur shumë pak për të ruajtur etikën, dhe menjëherë pasaj është bashkangjitur një interpretim i tij në një prej festivaleve të Gjirokastrës. E ndjekim për ta njohur për gjithë ata që nuk e njohin Gjemaliun, të cilin e përshëndesim dhe ju urojmë shëndet dhe jetë të gjatë këtij kërcimtari emblem të valles Devolliçe. E më thonë të njerë, unë ishtë më ratë. Fillimisht, ku e mësove fillimisht? Fillimisht ku e mësove? Në moshë të vogël, ku e mësove vërë? Ishtë ojtarën bre me ata të gratët, me talonja vana. Me ata të gratët? Po këta që kishe në tren qari kështë ata, që më të njeri ka... Duke që pjesë e këtij grupi keni qenë edhe ju së kol? Ndoshta në fillesat tuaja bashkë me Endre? Unë nuk kam qenë. Jam futur në një vit më brapa. Por është shumë interesante sepse ky është momenti kur është quajtur për herën e parë në festivalet folklorike me emërtimin Gorarçe. Dhe ja si ka qenë kjo punë. Ne gjithmonë kërkoheshe folklor, sepse në qoftë se nuk do shpinje diçka të re në festival, ta isni veshin, s'ke punuar. Largoheshe nga puna, më kupton? Dhe në atë valle janë më shumë se gjysmit janë shokët tonë. Atje ke Endrin që kërceni para fundit. Është Edipi, është festimi i Tresenikut, është Besniku nga Bilishti, është Nedaiu nga Stropani dhe grupi i Zvezës së Xhemaliut.
Tashi, kjo valle emërtohet në këtë moment me valle me emërtimin Goraçe. Po ku i kemi këta të Gorës? Lozin dhe Vollin të ati. Endri gjithë ishin nga Devolli, valltarët. Ishin zvezda dhe ne 5 veta ishim nga Devolli. Të gjimnazit, shumë ti thash që morëm laureat atje. Po. Ky është viti ku ju keni dhe fituar pastaj më vonë na dhanë dhe dekoratën. Fatkeqësisht e them Vallja është emërtuar Goraçe. Ju ishin ndërkohë gjithë nga Devolli. Ishin Devolli, nëse i them ata zvezës Goraçe. Okej. Do ndikim disa foto tani me një personazh tjetër me Bajram Lapi. Profesor Bajram Lapi është pjesë e dosjes të Valles Devolliçe. Ne i kemi kërkuar ati një recense dhe ai na ka dhënë një nga recensat më të arira për Vallen Devolliçe që e kemi futur në ministri. Unë atë e kam me vete dhe kjo është ajo që ai na ka dhënë dhe e vlerëson me nota maksimale Vallen Devolliçe me në bazë të studimeve të tij e me radhë të gjithë që domethënë është nga më të mirat bashkë me të tjera recensa që na kanë dhënë personalitetet e tjera të kulturës. Por çuditërisht dhe ne nuk e kuptojmë kush është mekanizmi që mund të ndryshojë në këtë mënyrë njerëzit. E gjejmë që në këtë dokumentar Bajram Lapin që flet në një mënyrë tjetër, bile ka shkruar edhe në një gazetë, i ka dhënë edhe me shkrim edhe për dosjen e Valles Goraçe. Dhe që të flasësh për të dyja nuk është gjë e keqe, por jo të flasësh në mënyrë kundërshtuese për të dyja. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur në këtë rast dhe ai shprehet, por si fillim unë po lexoj ato çka thënë për ne, pasi të tjerat i kanë parë shikuesit, i kanë parë te dokumentari. Dhe ai flet shumë për Vallen Devolliçe. Valja Devolliçe është simbol i valleve të trimave, asnjëherë nuk mund të identifikohet Vallja Devolliçe me Vallen Goraçe sepse kjo e fundit, Goraçja është pjesë e Devolliçes. Pa çka se populli nuk ka ditur ta dallojë dominuesen Vallen e Madhe Devolliçe. Ky transplant e ka fjalën që emërtimi e kësaj Goraçes u bë për interesa spektakli, pa u thelluar në vlerat e pa diskutuara që mbar Devolliçja. Të trija këto valle, thot për Vallen Beraçe, Leskoviçare dhe Osmantakis, pinë ujë tek vallja e famshme Vallja Devolliçe. Pra, po të vazhdoj të lexoj këtu, është e gjitha e mbushur me nota maksimale të Profesor Bajram Lapit për Vallen Devolliçe. Por në të vërtetë në dokumentar, ai ndër të tjera thotë që Devolliçja si nëna e varianteve të tjera, ka dominuar tek trevat e tjera për arsye se lëvizjet e saj janë transmetuar brez pas brezi. Ose ndër të tjera thotë Vallja Devolliçe padyshim që është unikale në llojin e saj për arsye se spari lëvizja rreth burrave, shtrirja udhëheqjes të valles me majat e gishtave, rrotullimet e atashme tregojnë për një perfeksion të mahnitshëm të melodisë, grupit të valltarëve dhe solistit. Pra ka vlerësime të ndryshme të tij për Vallen e Devollit, edhe ndër të tjera thot Vallja Devolliçe thot boll folën për histori, hajdeni tani të kërcejmë. Po, është, domethënë, ai ka qenë edhe në festën që u bën në Bilisht për shpalljen e Valles Kryevlerë Kombëtare dhe gjithmonë ka qenë mik i Devollinjve me atë recensi që dha për dosjen tonë. Dhe ne ashtu e kemi konsideruar dhe e kemi falënderuar. Por na befasoi qëndrimi i tij në dokumentar që nuk po i lexoj ato sepse nuk ishte neutral qëndrimi, sepse për ne ka folur edhe pedagogët të tjerë, kanë folur, po kanë mbajtur qëndrim reale. Kurse këtu ai nuk dua t'i lexoj ato tash, se i kanë parë flet tërësisht kundër Devolliçes. Kemi dhe në fakt të përditshme, u shfaqim pak më parë në ekran, i rikthehemi edhe një herë gazetat të cilat në fakt ndër të tjera emërtojnë pikërisht këtë valle me këto elemente Valle Goraçe. Profesor Agroni, në fakt është bërë tashmë një traditë, sidomos vitet e fundit, rikthimi i festave në zonat rurale, po dhe në bashkitë vogla. Dhe Bashkia e Maliqit e ka kthyer në një traditë realizimin e një feste ku grumbullon në fakt dhe ku flitet për drithin, për bukën, për ëmbëlsirat, edhe shohim vazhdimisht që aty kemi të ftuar grupin e Devollit. Faktikisht, ajo ishte një festë shumë e bukur që ishte organizuar Bashkia e Maliqit dhe në këtë festë kemi qenë të ftuar ne dhe serenatistët e Devollit. Aktualisht, ne nuk patëm mundësi që të merrnim gjithë grupin,
sepse ashtu i dëshironin ata, donin që të kishim, domethënë, vajza dhe djem bashkë. Kështu që në këtë festë, sa ishte festë popullore, shumë e bukur, ne u përfaqësuam domethënë me një koreografi të përbashkët, ku ishin shkrirë të gjitha elemente Valles Devoliçe, Valles të Sofarapit, e cila krijoi një atmosferë të madhe festive. Po, do ndjekim foto që vijnë pikërisht nga festa të tilla organizuar nga Bashkia e Maliqit. Ka një arsye aty që pse ka qenë Vallja Devoliçe. E këtë prandaj pyeta dhe profesor Agroni, në pse pikërisht. T'ja u them kush është arsyeja. Po, na i thuaj, ndërkohë shohim fotot. Po, arsyeja që është Vallja Devoliçe në Maliq është sepse Bashkia e Maliqit akoma dhe sot nuk ka të formësuar grupin e vallave në bashkinë e tyre për atë që po quajnë Valle Goraçe. Dhe na ftojnë ne të kërcejmë atje në Devollinë. Patjetër që ne do shkojmë do t'i bëjmë. Patjetër. I përshëndesim të gjithë banorët e Bashkisë së Maliqit. Ne do të shohim tani një video është shumë interesante, e shkëputur nga arkivi, është një dasëm realizuar në fshatin Bulgarec, dhe kemi shkëputur pikërisht një moment kur grupi i Devollit, i burrave që kërcejnë Vallen Devoliçe, janë të ftuar në një dasëm, se në fakt ne e tham pak më përpara bashkë me Endrin dhe me dy koreografët që historikisht në mungesë edhe të orkestrave, ata vazhdimisht ftoheshin për të demonstruar. Dhe Devoliçja krisi në borin e Gjavdullajt. Arritën Krushkit. Tani përpara se sa të flas me Petritin për një moment shumë të rëndësishëm, për një festival organizuar shumë vite më parë në Francë, kush pretenduar që është luajtur kjo valle, duhet të ndalem pak pikërisht tek vlerësimi që në fakt edhe vet profesori asociuar doktor Josif Minga, kompozitori ynë që e përshëndesim, ka përmendur në një prej librave dedikuar Alikondit, këtij valltarit madh që e përmendëm vazhdimisht gjatë këtij emisioni. Të flasësh për Aliun është e domosdoshme, thot profesor Minga, t'i kthesh ndoshta 5 brezave përpara tij, nga babai e deri tek stërgjyshi, njëri këngëtar më i hedhur se tjetri në Devoliçen, për të ardhur tek Aveniri, djali i tij, e pse jo tek Niprit e Mbesat. E do të kemi parë pak momente më parë edhe një foto të profesor Josifit me të ndjerin Alikondi, një ndër valltarët që ka trashëguar në familjen Kondi prej 8 brezash pikërisht vallen e këngën Devoliçe. Shohim tani një foto që vjen nga festivali i Dijonit në Francë. Pse është kaq i diskutuar kjo foto dhe ky festival, profesor Petriti? Në atë festival Shqipëria është paraqitur në mënyrë dinjitoze dhe ka marrë gjithdanin e artë. Por është folur shpesh dhe dëgjova me që u fol edhe në dokumentarin që u transmetua, që aty përfaqësoi ishte Goraçja dhe u fitua gjithdani e artë. Sigurisht, po t'ishte Goraçja me emrin, se në të vërtet ajo ishte Devoliçja, suksesi do t'ishte i padiskutueshëm dhe akoma më tepër se çu paraqit. Por në të vërtetë nuk është luajtur aty Devoliçja, po i them unë, që ata i thonë Goraçe, por janë luajtur 3 valle të tjera. Dhe ajo foto është njoftimi i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, që ka qenë shfaqja vetëm 15 minuta dhe janë luajtur vetëm 3 valle shqiptare. E shohim pak në ekran tani? Pikërisht të foto që vjen nga ky festival, edhe pak i përfolur, pra aty ku thuhet shumë qartë që është kërcyer vallja e Tropojës, vallja në Garë dhe vallja tjetër, festë të madhe ka sot Shqipëria. Me shumë fshatra që janë krejtësisht të Korçës, kurse Gora, jo pari, është një krajinë që ajo s'pas ka asnjë lloj lidhje me Devoliçen, që e kanë 2 të ndryshme. Unë në atë kohë, për shembull, s'kam shkuar dhe se kam njoft fare grahinën e Gorës, por kam njoft vetëm Devollin. Dhe në Devoll kam qenë disa fshatra.
edhe në festivale në Korçë që kam ndjek në ato vite, ka pas raste që ishte e njohur vetëm vallja Devolliçe dhe jo vallja Gorarçe. Vallja Gorarçe, si shumë e shumë krajina të tjera, kanë pas edhe kishin vallet e veta që ishin kryesisht dyshe burrësh, aq sa disha unë, aq sa njifsha unë, dhe s'ishin me teollin. Kurse më mrapa pastaj unë nuk fillova që këto janë gjëra të ndryshme, tjetër është Gora që ka tradicionet e veta dhe tjetër është Devolli me tradicionet e veta. Devolli është vetëm Devolli që ka vallën e burrëve masive me emrin Devolliçe. Kurse Gora është Gora që ka vallet e veta, e cila dhe nga në geografike është e largët, shumë e largët në krahasim me Devolli. Mu që më ka lidh asnjëherë asgjë me Gorën dhe për më tepër që nuk kam qenë sot e kësaj dite në asnjë fshat në atë zonës së Gorës. Prandaj ajo ka qenë, është dhe do jetë gjithmonë Devolliçja apo vallet Devolliçe dhe jo edhe me emrin Gorarçe. Mirë, jemi rikthyer pas kësaj interviste të fundit në fakt të profesor Bogdanit, cilin e falenderojmë sinqerisht për faktin që është bërë pjesë e këtij formati televiziv. Për herë të parë shfaqen këto intervista dhe për të sqaruar në fakt edhe për lidhjen që ai ka me vallen Devolliçe. Dhe pak po flisnim me Sokolin ndërkohë edhe për një fakt shumë interesant që në fakt ai si koreograf, po ndoshta bashkë me Agroni kam vënë re që pothuajse në pjesën më të madhe të festivaleve vallja Devolliçe dominon. Patjetër. Po të shikojmë festivalet folklorike, që nga festivali i parë deri në festivalin e 5 që janë zhvilluar në Tiranë, janë valltarët dhe grupi vallave nga Devolli. Nga Devolli. Dhe në festivalin e Elbasanit, më tutje festivalin në Lezhë, më tutje pasaj u hodh festivalin në Gjirokasë, Berat dhe deri në festivalin e fundit, janë të gjitha vallet e kërcyra nga Devollinët dhe nga Asambli Skënderbeu, pa përjashtuar të madhin Xhemali, për të cilin gëzojmë respekt. Por, është shumë interesante, sepse duke dalë vallja në të dyja variantet me emrin të quajtur Gorarçe dhe Devolliçe, po ta vesh dhe grupin e Zvezdës, grupin e Devollit dhe Asambli Skënderbeu, të lozë të quajtur në valle Gorarçe, do ta kërcej. Ta vesh të lozë dhe vallën Devolliçe, në të dyja rastet të gjitha grupet kërcejnë të njëjtën valle koreografike. Atëherë çfarë është kjo? Kjo është vetëm Devoll. Prandaj, për mua, vallja Devolliçe ka lindur në Devoll. Është rritur në Devoll dhe emri i maternitetit ku mban emrin që është lindur është vetëm Devoll. Djepi. Agron, se keni përvojë të gjatë edhe në familje, jeni disa breza që e keni luajtur, cila është thirrja që i bën instancave. Ne sollëm fakte një nga formatet, them një nga puntatat më të gjata, po besoj edhe më intensive dhe më të bukura që kam realizuar, po natyrisht me të drejtë të gjithë ata që na ndjekin kanë një lloj shqetësimi. Është një përpjekje e madhe tashmë që kjo vlerë kombëtare, pse jo, të marrë një drejtim tjetër, të vlerësohet edhe në arenën ndërkombëtare. Duke qenë sepse vallja Devolliçe aktualisht është valle burrash. Ajo është valle epike dhe lirike. Duke qenë e gërshetuar sepse vetë artisti popull ka ditur të gërshetoj bukur të dyja këto elemente që ata kanë bërë aq të madhërishme sa në skenat lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, ajo është performanca më e bukur. Do thosha të gjitha aktivitetet që kanë organizuar festivalet folklorike në, siç e tha kolegu, në Berat dhe në Gjirokastre, në qytetet e tjera të Shqipërisë, Asambli i përbërë domethënë nga qarku nga Korça, 70% të materialeve kanë qenë nga Devolli. Këngëtarë, vallëtarë dhe instrumentistë. Me këtë ne shikojmë se sa festar i madh i folklorit është Devolli. Ai që duhet vazhdoj të ruaj emrin Devolliçe. Gjithmonë Devolliçe. Endri një thirrje për gjitha instancat. Ke një jetë të tërë në skena kombëtare, ndërkombëtare,
natyrisht takime, marrëdhënie me përfaqësues të Ministrisë Kulturës. Bëj thirrje që të mbaj ekuilibrat e duhur, të mbahet Devoliçja si baza e saj, e pasmësueshme, e patjetërsueshme, ADN-ja e Devollinjve. Dhe është njëjë se kur do të marrë një fëmijë një emër tjetër dhe e kuptoj. Devoliçja është Devoliçja. Profesor Petriti, ke u lumtuar ka gjatë, do vazhdosh, e di që nuk do të heqësh kur dorë për identitetin. Është shumë e rëndësishme identiteti, origjina e trashëgimisë sonë. Këto të gjitha për të cilat ne flasim, këto janë kështjella kombëtare. Pa këto ne nuk kemi rrenjë. Është një trashëgimi, një thesar i madh që rrenjit i ka aty ku i ka. Po ta presi pa rrenjë, ta vëm diku gjetke, ai nuk ka jetë ose s'do të mbi fare. Ka ndodhur shpesh, ne kemi reaguar edhe para 2 vjetësh, për shembull në festivalin e Gjirokastrës, Devolli pothuaj u përjashtua fare. Aty u luajtën 3 valle të Devollit, por aty nuk u luajtën nga Devollinjt. Ai është një festival që duhet të shprehë identitetin e trevave me radhë, por Devollinjt nuk u përfaqësuan. Aty ishte vetëm Enri me ndonjë këngë kështu jo thelbësore të Devollit, ndryshe nga të gjitha përfaqësimet e tjera. Ne për këtë kemi reaguar dhe kjo nuk të ndodh. Por kjo që i ka ndodhur Valles Devoliçe, kjo është një ngjarje e rrallë që mund të emërtohet si të duam ne, sepse nuk ka kuptim. Askush nuk e besonte që mund të ndodhte kjo. Me të drejtë thonë, pse nuk reaguan Devollinjt që në atë kohë? Nuk reaguan sepse ky mashtrim, po e quaj unë, u çua larg, u çua në malet e Gorës. Dhe askush nuk e dinte që në Gorë nuk luhet kjo valle. Kështu më kanë thënë mua të gjithë që pse nuk u reaguan atë kohë. Po nuk e din, mbase luhet atje, se partia i di gjërat. Kot nuk ka ardhur në Tiranë të luhet në Asamblenë e Shtetit me këtë emër. Prandaj nuk u reagua. Por tash që e dim se si është puna, duhet patjetër kjo të vjetë në vend. Është vetëm Valja Devoliçe, ky thesar i madh i kulturës sonë kombëtare. Nuk është vetëm e Devollinjve, është e gjithë shqiptarëve. Ne me këto krenojmë. Po t'ju mbasim këto, ne mbetemi pa rrenjë, pa identitet. Me që më kujtove monumentin. Bashkia e Bilishtit 1-0 të gjitha forcat politike që përfaqësojnë atë, ne kemi asistuar në atë mbledhje, i ngritën duart të 2 duart, miratuan një investim sado që të kushtojë për të ngritur një ansambël monumental të Valles Devoliçe. Dhe u punua me kujdes që të mos kursehet, të zgjidhet boceti më i mirë e të tjera, domethënë të bëhet një vepër sepse aty e ka vendin e të përjetësohet në një park të Bilishtit. Shumë bukur. Shpresojmë që ndodhë së shpejti. Për këtë ne jemi të sigurtë që Devollinjt do të heqin nga bukegojës për ta realizuar. Për ta patur atë. Por gjithsesi është këtu një moment për të cilin unë mendoj që është koha për të reaguar, për të riparuar diçka nga dëm i madh që i është bërë identitetit, imazhit të Valles Devoliçe ndër 10 vjeçar, nga ansambli i shtetit, nga institucionet shtetërore, ndoshta nga Asambli Skënderbeu këtu në Korçë, i është bërë një dëm i cili nuk e erëzoi Vallen Devoliçe as pak. Ajo mbijeton dhe është siç ka qenë edhe do të jetë gjithmonë me shekuj, sepse nuk mund ta shkulësh atë. Këtu në qoftë se ansambli i shtetit, institucionet shtetërore kanë ndonjë dëshirë për të riparuar pak këtë dëm që i bën Valles Devoliçe ndër 10 vjeçar, kanë mundësi ta financojnë atë ansambël monumental të përjetshëm. Dhe natyrisht që me faktet, me historinë e Valles Devoliçe, me gjithçka që u përpoqëm të ballafaqonim, të shpresojmë që do të kemi absolutisht një reagim pozitiv nga instancat të cilat kanë në dorë një dosje shumë të rëndësishme, një dosje që pse jo, këtë vlerë kombëtare mund ta çoj edhe më tej për te kufive shqiptar. Ne urojmë vërtet të ndodhë kështu dhe jam e bindur që kemi specialistë në fushën e kulturës që do të reagojnë më së miri për ta risjellë sërish me emërtimin e saj të parë origjinal, me identitetin e saj, Vallen Devoliçe. Faleminderit gjithëve ju që qëndruat sonte me ne në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Faleminderit 4 të ftuarve, ju uroj suksese në punën tuaj dhe jam e bindur që do të vazhdoni të qëndroni pranë të gjithë atyre që e duan identitetin ton, vlerat tona burimore, që vijnë nga thesari më i madh, që është populli. Natën e mirë, do të shihemi te intenardhshme. Faleminderit.